është në opinionin dhe vullnetin e secilit që të merr orientimin e vet politik. Theksoj, Partia Demokratike e Kosovës është jashtëzakonisht mirë organizuar, është partia më e fuqishme, është partia numër 1 në Republikën e Kosovës, është partia që do të fitoj bindshëm edhe në zgjedhjet e vitit 2014, Partia Demokratike e Kosovës me konceptin e vet zhvillimor dhe partnerët e saj politik do të vazhdoj të qeverisë edhe në mandatin tjetër. Por, përsëri theksoj, është në vullnetin e çdo njeriu që të merr orientimin apo riorientimin politik. Partia Demokratike e Kosovës do të vazhdoj të punojë me konceptin e vet, me programin e vet, me filozofinë e vet politike. Partia Demokratike e Kosovës nuk është e individit, por është pronë e elektoratit. Elektorati i Partisë Demokratike të Kosovës është i lidhur me programin dhe vizionin e saj, me vlerat dhe standardet e saj dhe jo me kultin e individit apo të ndonjë personalitetit të caktuar.